Gjatë ditës së sotme, media elektronike të shkruara kanë publikuar lajmin mbi vdekjen e të riut 23 vjeçar nga Gjilani Elbasani Sufi, i cili ndroi jetë si pasojë e plagëve të rënda nga goditja e eskavatorit në një deponi të mbeturinave në këtë qytet. Pothuajse të gjitha portalet kishin publikuar lajmin me titullin e njëjtë, duke ju referuar të ndjerit si lypsar i mbeturinave. E për këtë gjë kanë reaguar familjarët e të ndjerit, të cilët thanë se këto shkrime kanë lënduar dhe shtuar dyfish dhimbjet për humbjen e më të dashurit të tyre Elbasanit. Në emër të familjes, këto lajme i vlerësoi si të papranueshme Hoxh Remzi Halimi, i cili tha se i ndjeri ka qenë një i ri punëtor që i ka ndihmuar dhe i ka dalë në krah familjes për të siguruar ekzistencën. Hoxh Halimi tha se ata që bëjnë publikime të tilla për interesa dhe përfitime personale duhet ju vi turp, gjërsa i të njëjtit mendim ishte edhe babai Ramadani Sufi. Rreth orës 12, kujtoj, e kemi pa nëpër mediat elektronike të shkruara se i vdekur apo Rahmetliu Elbasani është etiketuar me një fjalë që na ka ardhur shumë e rëndë edhe si familje, edhe si dashamir, edhe si popull, lëps. Elbasani nuk o konë lëps, as nuk është lëps, as nuk do t'jetë lëps. Por këta, me tradit, kanë dëshmu që e kanë lypë dhe e kanë dashtë punën. Mirë po mjeri shteti jonë, nuk po mundet me bënë zgjidhe për me ju afru punë kësaj rinie, edhe kjo rinie ka zgjedhë qatë rrugë me shku në deponi atë, në të fliqhane atë, në të pishane, me nëzërë sa do pak kafshatën e gojës me siguru. Kush do koft, ai televizion, apo aja gazet, apo ai individ që e ka etiketu Elbasanin lëps, marrë edhe jazek i koft. Edhe ju lutëm në ta tërhekin atë shkrim, sepse ky shkrim në ka trondit më tepër se sa që e kemi pas mërzije. Andaj, punoni, veproni drejt, sepse jemi në këtë shtet të përsa lindur, përsa formuar, edhe do të me drejtësi me punë drejta me shku të para. E jo me këto gjona të menu që po bën diçka, me lëndu dikon e me përfitu për vetit diçka. Marrë dhe jazek i koft, në emën familjes, marrë i koft ata të cilët e kanë etiketuar Elbasanin lëps. E për lajmet e shfaqura dhe pastaj të përhapura në shumicën e portaleve, ka reaguar edhe policia e Kosovës për rajonin e Gjilanit. Me këtë rast, zëdhënësi Toger Ismet Hashani tha se shkrimet të tilla nuk janë etike dhe familjarët kanë të drejtë të paditin këdo që shtrembron të dhëna. Policia e Kosovës e ka dhënë versionin zyrtar dhe nin keqardhje të madhe për çfarë do keqkuptimi që i bëhet kësaj familje, sepse ky rast na ka prek neve të gjithëve. Të gjithë jemi të indinjuar për humbjen e jetës të një të riu, por sidoqoftë është e drejtë e tyre që të ankohen nga kushdo qoftë që në çfarëdo mënyre shtrembron ose nuk e tregon të vërtetën lidhe me këtë restoran që në fakt na ka prek dhe na ka trondit të gjithë neve. Të gjithë jemi një keq dhe jemi afër apo jemi pranë kësaj familje që e kanë humbur domethënë një të dashur të tyre, një të afërm të tyre. Unë nuk e dia ka qenë në vendin e punës as ka qenë, por nuk o fare etike që të etiketohet si lëps, sepse në bazë të asaj që na kanë tregu familjarët, fare s'ka të bëj me lypsari. Kështu që është problemi atyre që kanë dhënë këto edhe që kanë plasuar në media. Prapa kamerës, familjarët na thanë se për të gjitha lajmet, sipas tyre të pavërteta, kanë dëshmi dhe kanë në plan të ngrisin padi. Elbasani Sufi, i lindur më 1993, ishte goditur më 30 qershor aksidentalisht në një deponi në Gjilan. Pastaj edhe trajtimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, ai nuk i shpëtoi lëndimeve të marra nga goditjet e rënda. Varrimi të ndjerit u bë sot pas zite në varrezat e fshatit Velekinc në Gjilan, ndërkaq të pamjet janë të hapura nga nesër dhe do zgjasin 3 ditë.